Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Sot për nder të festës Fitër Bajramit, video do t'i bëjmë pak më amatore nga shtëpia, por gjithsesi do mundohemi që të jemi në afërsi me lajmet të cilat i bëjmë. Në fan club, pas takimit me të birin e tyre, prindërit e Gjestit kanë dhënë qëndrimet, kanë folë për herë të parë. Të gjithë në fakt ishim kureshtar të dinim se si prindërit e Gjestit e kishin përjetuar zëngën me Xhivanin. Kultura e babait të Gjestit la të kuptohet shumë. Ato folën në mënyrën më të mirë të mundshme, që në fakt unë dua t'i përgëzoj, që arrin ta kuptojnë se kjo është një lojë nervash. Edhe në një lojë nervash njeriu mund të del krejtësisht nga vetja, mund të përdorë një gjuhë që ndoshta edhe ai nuk e ka në natyrën e tij që mund ta përdorën, dhe babai i Gjestit të tha që në pikat nuk jemi ndjerë mirë normalisht për fjalët që janë thënë, për sharjet që janë përdorur, për goditjen që Gjesti pati nga Xhibani, por tani është në një lojë nervash dhe duhet t'i mirë kuptojmë. Të gjithë banorët janë shumë të mirë. Ndërsa për Jozin, edhe pse nuk është se e shan apo ofenduan në asnjë mënyrë, domethënë, Jozi po tregohet një çuntha tepër i mirë, por na lëndoi shumë kur e përmendi atë fjalën, sepse ne tha kemi vuajtur tepër, gjë të cilën unë e kam shpjeguar ato ditë kur ndodhi ngjarja. Janë një familje kontribuese në luftën e Kosovës. Xhaxha i Gjestit është dëshmor i luftës së Kosovës, ku fatkeqësisht nuk e din varin ku e ka, dhe normalisht ishin të mërzitur me Jozin pak, ishin të lënduar pak me Jozin, sepse ato edhe përjetojnë këtë ndarësinë që përflitet shpeshherë Kosova, Shqipëria, domethënë është një temë që po na ndjekën gjithmonë, dhe në mënyrë më njerëzore dhe më qytetare ata e vlerësuan lojën e të birit brenda. Nëna e Gjestit mu duk një nënë shumë e mallëngjyer për të birin e saj, mu duk një nënë shumë e vuajtur dhe në fakt po dënonte veten në mënyrën se si jepte intervistën, përse duhet Gjesti të sakrifikon për tërë familjen dhe jo ato për Gjestin. Ndonjëherë rrethanat e jetës na bin momente të ndryshme, na bin situata të ndryshme dhe ne nuk mundemi dot të realizojmë qëllimin ton, nuk mundemi dot të realizojmë dëshirën apo atë misionin që ne kemi për të bërë një diçka, dhe kur arrim në një moshë dhe fëmijët tanë po na rriten, ne themi që s'kemi bërë asnjë gjë, ne themi që s'kemi kontribuar asnjë gjë, ne themi që s'kemi investuar asnjë gjë në kulturën e tyre, në zhvillimin e tyre, në pasionin e tyre, në ëndrat e tyre. Dhe këtë gjë unë e pash sot tek nëna e Gjestit. Ajo me pak fjale përshkruajti karakterin e Gjestit, tha që Gjesti është një djalë që edhe në shtëpi është po ky tipi, edhe në shtëpi është po i qetë, nuk bën shumë zhurmë, domethënë i ka këto gjestet, njihet për gjestet, dhe ndjeshte krenare dhe babai i tij ndjeshte krenar më në fund për të gjithë këtë rrugtim që ka bërë Gjesti. Unë jam shumë i lumtur që në fund të ditës, pa marrë parasysh se çfarë flitet në këtë Big Brother, që banorët duhet me patjetër që të kontrollojnë veten e tyre, sepse unë kam thënë gjithmonë që ato të cilët lëndohen janë prindër, i gjëja më kryesore, sepse ndoshta Gjesti, Xhibani, Rozana, Gerta e din çdo të thotë të jesh fytyrë publike, dhe ndoshta nuk e kanë problem këtë komentin apo mënyrën se si interpretohet apo mënyrën se si flitet, ndërsa prindërit nuk janë fytyra publike dhe i vuajnë shumë këtë gjëra, domethënë e marrin shumë personale, sikur po shkatërrohet bota. Dhe për këtë gjë, mendoj që prindërit e Gjestit u treguan shumë qytetar, dhe intervista e tyre ishte pak, por sakt, nuk ishte e tepruar dhe e folën më të drejtën. Gjesti e pash që i kishte ngjarë shumë nënës së tij,
por në humorin, në çiltërsinë, në pozitivitetin i kishte ngjarë të jatit të tij. Babai i Gjestit kishte sens humori pafund, domethënë imagjinoni kur jeta të godet, ndoshta ai po të kishte mundësi sot do të ishte një talent, sepse duket njeriu kur ka humor, duket për fytyrën, ndërsa nëna e Gjestit ishte një zonjë vërtet, një grua e vendosur dhe e bindur për atë se çfarë po thonte. Do me thënë, ishin prekur pak nga situata, nga marrëdhëniet, folëm edhe për lidhjen e Gjestit, të cilit ja kanë lënë gjëra që t'i zgjedhën vet ai kur të del, gjithsesi Egli është një gocë shumë e mirë, dhe kështu që ato i kanë qëndruar pranë Gjestit. Prindërit duket se ishin shumë të emocionuar, edhe pse Rozana u munduaj që ta përdorte këtë gjë, duke i thënë Eglit përse nuk të përshëndetën prindërit e Gjestit, përse për ty nuk folën prindërit e Gjestit, përse me ty nuk u morën prindërit e Gjestit, dhe pash që dëshironte deri diku që ta përdorën këtë pjesën, ndërsa prindërit me njëherë pas takimit me Gjestin, që e kishin takuar pas 6 muajsh dhe nëna e tij kishte shumë mall për të, me njëherë pas atij momenti, do me thënë, dhanë intervistën për Fan Club, të cilët ishin shumë të lënduar dhe ishin shumë të mbushur me emocion, me ndjesi shpirtërore për të birin e tyre. Nuk është e lehtë, unë e kam komentuar këtë edhe më herët, nuk është e lehtë të dalësh në gjithë ato miliona shqiptarë që ty të shohin. Ndoshta Gjesti nuk e di, Gjesti e di që ka një audiencë, por nuk e di që është audienca kaq e madhe, ai nuk ka asnjë lloj informacioni. Dhe për këtë gjë, domethënë, vetëm ai e di se si, dhe nëna e tij dhe babai e dinë se si e përjetojnë. Gjithsesi, dua të përgëzoj mënyrën se si ato i dhanë përgjigjet e shumë përfolura, përgjigjet e shumë pritura, reagimet në fakt të shumë pritura personale të këtyre dy personave, të zonjës Sebahat dhe Zotit Jeton, dhe kështu që ato tashmë i dhanë Gjestit një lloj energjie, që Gjesti të vazhdon bukur në këtë lojë, të vazhdon fuqishëm në këtë lojë, të vazhdon fort në këtë lojë, për të arritur qëllimin e tij. Unë e di që Gjesti kur do del nga shtëpia do të tronditet me shumë bomba, e para njëherë nga Xheneta, e cila ka hyrë në trotuar si opinioniste, dhe intervista e Gjestit, deklarata e Gjestit për herë të parë, besoj që do t'i bllokon të gjithë, siç bllokoi në atë kohë deklarata Luizit, ju mbani mend shumë mirë se si ka fol Luizi, dhe tashmë ne do të presim vetëm një moment. Jemi shumë herët për të kjo puna, do të presim një moment të vetëm kush do të jetë finalisti i parë, të martën duhet të bëhet finalisti i parë, dhe kështu që të shohim se si do shkon kjo lojë. Mbi të gjitha, presim që të merret vendimi dhe të hapet televotimi për këtë gjë. Unë uroj me zemër që i pari të jetë Gjesti, edhe pse mendoj që mund të bëjnë situata modifikime, por gjithsesi tashmë vëllau i madh do të vendosën për këtë rrugtimin se si do të hapën finalen. Ne do të takojmë sërish së bashku, na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.